Behçet Pacoli është një nga biznesmenët më të fuqishëm në trojën shqiptare dhe jo rastësisht emri i tij është më i komentuar në media. Pacoli ka ndërtuar në shumë vende të botës dhe së fundmi kompanitë e tij të ndërtimit janë përqendruar në Europën Lindore dhe Afrikë. Nëse ka një punë që Pacoli ndihet krenar, është rikonstruksioni që ai ka bërë Kremlinit dhe për këtë gjë ai është nderuar me një çmim special në Rusi në vitin 1997. Më pas, Pacoli është tërhequr nga Rusia dhe po investon në shtete të tjera. Ndërkohë biznesmeni nuk ka qenë në dieni se biznesi i tij ka qenë në skaner të Amerikës dhe nga dokumentat e zbuluara së fundmi nga CIA, duket se Pacoli ka hyrë në një belat të madhe. Bëhet fjalë për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, ku në fazën përfundimtare Pacoli tentoi t'i kalonte pjesën e tij një tjetër kompanie, me arsyetimin se kishte marrë kredi dhe nuk po mundej dot t'ia shlyente. Por në bazë të një investigimi nga ana amerikane, ka rezultuar se kompania që Pacoli do t'ia transferojë aksionet e aeroportit të Vlorës është një kompani ruse. Amerika ka vënë menjëherë në dieni Shqipërinë për këtë lëvizje të Pacolit. Aktualisht janë kryer të gjitha veprimet dhe transaksionet me vendim gjykate, ndërkohë që zbulimi i këtij fakti nga ana e agjentëve amerikan e ka vënë Pacolin në vështirësi. Nuk dihet lëvizja e radhës nga ana e amerikanëve pas zbulimit të këtij rasti, por ajo që dihet është se te aeroporti i Vlorës duhet të fillonin friturimet në qershor të vitit 2025, ndërkohë që ky aeroport ndodhet në një kolaps të plot ligjor.